Dhe si ne do të gravitonim në për këto biblioteka dhe në për hojet e tyre të udhëtonim në gjithësi dhe të shikonim gjitha këto begati të Allahut. Por mbi të gjitha, ne nëse nuk e njohim Kur'anin që është platformë dhe solucion zgjedhës, si do ta njohim universin, si do ta njohim krijimin e njeriut, si do ta njohim pra nëse nalmi në këtë rrafsh dhe e shikojmë dhe analizojmë rreth surës Alaq, pra e shohim se kjo sure flet për gjithësinë, flet për kozmosin, por mbi të gjitha flet për kozmosin dhe gjithësinë e njeriut, për njeriu. Sepse njeriu kur e njeh vetveten, e njeh edhe Allahun, e njeh edhe gjithësinë edhe gjithçka që ka rreth tij, sepse është një ajet kuranor që thot se nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Ne thot do t'ua bëjmë të mundshme të shihni argumentet tona në horizonte, në mos në horizonte dhe në vetet e juaja, për t'ju dëshmuar ju se kjo është e vërteta, kjo është haki. Dhe kjo është e vërteta, kjo është fjala e të Madhit Allah. Dhe këta pentar, unë kam shkruar një libër para shumë vitesh që nëse dikush don të ofrojë ribotimin e tij, ne e ftojmë publikisht që të bëhet bashkë pjesëmarrës në ribotim të atij libri, Hikmetul Kalemi, domethënë urtësia e lapsit ose pemës. Dhe aty tregoj mbi rëndësinë që ka pasur teksti ose tekst shkruesit e ndryshëm që kanë lënë shkrime. Dhe popujt të cilët kanë arritur më shumë të sukses dhe zhvillim si kombe, janë ata që kanë shënuar më shumë. Këto do të punojnë. Këtu do të mundohen me analizu. Popujt që më shumë të kanë arritur progres, kanë qenë ata popujt që kanë majtur shënime. Ku jemi na me shënime? Pra ne duhet të mbajmë shënime, të mbajmë evidencë. Tash po i thonë edhe protokoll. Në gjuhën e diplomacisë. Dhe pra i mësoj pra njeriut të shkruaj me pen. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ja mësoj njeriut ato që nuk e dinte. Ma lam ya'lam. Do më thonë, i mësoj për alemet, për botrat, për gjonat të ndryshme, çka i nuk dinte, s'kishte lidhje me to hiç, pra alem me të leme, si thonë, na të lemet, çka janë sendet leme, janë botrat, do më thonë që kanë lind, se i vetmi që s'ka lind është Allahu te barek ve taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pra i lem nuk është Allah, as ka lindur kon, as nuk është i lindur dhe atij askush nuk është i barabartë. Kjo është mirësia e Zotit, ja mësoj alemet të lemet, çka ka alemet, dunja, gjallëni, rrotull, ja mësoj babait ton të parë, njeriu të parë në tokë.